Struktura e posaçme të hetimit në Shqipëri në bashkëpunim me autoritetet franceze dhe Agjencinë Ndërkombëtare të Drejtësisë kanë intensifikuar verifikimin ndaj një rrjeti të dyshuar mashtrimesh të organizuar përmes qendrave call center në Tiranë. Sipas njoftimit zyrtar, në operacion janë përfshirë edhe njësi financiare dhe digjitale të kërkimeve të Gjandarmarisë në Pau, si dhe Policia e Shtetit Shqiptar. Kontrollet janë ushtruar në një qendër telefonike dhe disa banesa në kryeqytet në kuadër të një hetimi të nisur nga shkëmbimet të informacionit Eurojust. Hetimet janë fokusuar në një skem të dyshuar mashtrimi përmes investimeve në kriptomonella, ku viktima janë shtetas francez, të cilët u janë premtuar fitime të larta përmes platformave të rreme financiare. Rasti është denoncuar fillimisht në 4 qytete franceze, ndërsa më pas numri i të dëmtuarve është zgjeruar. Sipas të dhënave hetimore, vetëm në 4 denoncuesit e parë dëmi financiar arrin në rreth 845.000 euro, ndërsa për 9 persona të tjerë të identifikuar më vonë, humbjet llogariten në rreth 1.1 milion euro të shkaktuara brenda një periudhe 4 mujore. SPAK po heton skemën e dyshuar në emrin e një shoqërie tregtare të përdorur për transferimin e fondeve dhe pastrimin e parave përmes kriptomonedhave. Deri tani janë identifikuar 5 persona të përfshirë në rrjet, ku njëri prej tyre konsiderohet si figura kryesore dhe është ndaluar nga autoritetet. Hetimet vijojnë për të zbardhur të gjithë zinxhirin e veprimtarisë dhe për të identifikuar bashkëpunëtorë të tjerë të mundshëm brenda dhe jashtë vendit, ndërsa autoritetet theksojnë se operacioni mbetet ende në zhvillim.